që mund të arrezdukshëm këtë parti, pra në zgjedhjet e 7 qershorit? Unë nuk besoj që do të ketë rritje substanciale. Zonja Osmani nuk ka kauz. Zonja Osmani është kthy pa kauz. Kauza e vetë në po e shumë edhe tani e zonjës Osmani është mos zgjedhja për presidentin nga zoti Kurti dhe ajo është e pamjaftueshme për t'i bindur elektoratin për ta votuar, kështu që unë nuk pres që kjo do të prodhoj ndryshime të mëdha. Në anën tjetër, ne po e shohim që brenda Lidhjes Demokratike ka pak nësit të mëdha të strukturave të caktuara, strukturave të cilat i kanë qëndruar besnike programet, statutit Lidhjes Demokratike edhe në kohët më të vështira. Dhe kemi një situatë kogja komplekse, nëse mund të them kështu. Zonja Osmani para 5-6 viteve